Media britanike, Shqipëria mes destinacioneve kryesore për të udhëtuar në 2026. Pallate të lashtë, dete të kristalta dhe plazhe të pazbuluar me çmime të përballueshme. Ekspertët tanë të udhëtimit rekomandojnë destinacionet më të mira për pushime në vitin 2026. Kryhet në një artikull në të përditshmen britanike Saga. Po kërkoni alternativa të përballueshme për të kaluar pushimet tuaja në vitin 2026. Ekspertët e Saga Holiday ju sugjerojnë 7 destinacione kryesore për të vizituar këtë vit. Nëse ju pëlqejnë aventurat e guximshme në një vend të largët apo një vend pushim të qetë diku dhe familjar, këto 7 destinacione të rekomanduara ofrojnë diçka për çdo lloj vizitori. Shqipëria rekomandohet si një nga destinacionet më të mira për pushime në vitin 2026, fal plazheve të pazbuluar, ujrave ngjyrë bruz dhe çmimeve të përballueshme. Ekspertët e udhëtimit e kanë krahasuar Shqipërinë me Kroacinë. Shqipëria po bëhet me shpejtësi një nga vendet më të njohura në Europë. Vendi bukur mesdhetar i ka të gjitha nga plazhet të kultura bizantine, por me një çmim të shkëlqyer. Vendet kryesore përfshin plazhet me ujrat ngjyrë bruz të Ksamilit, të cilin mund ta vizitoni duke bërë një udhëtim me traget nga Korfuzi. Berati, e njohur si qyteti i 1/1 dritareve, është i famshëm për arkitekturën e tij osmane dhe shqiptare. Gjithashtu mos u mbisni një vizitë në kryeqytetin plot jetës të Shqipërisë, Tiranën. Shqipëria është aktualisht një nga vendet më të lira në Europë, vendi mesdhetar të rreth turist nga gjithë bota fal akomodimit, ushqimit dhe transportit cilësor dhe të përballueshëm. Revista britanike përveç Shqipërisë ka renditur dhe Italinë, Japoninë, Indinë, Afrikën e Jugut, Kostarikën dhe Uzbekistanin si destinacione që duhen vizituar.